Ballkani Perëndimor ka energji diellore dhe eolike të bollshme. Kosova, Maqedonia Veriut dhe Serbia kanë mesatarisht 250 ditë me diell në vet. Megjithatë, tranzicioni tek energjia e ripëtritshme ka nisur vonë në rajon. Ballkani Perëndimor po ndjek tendencën botërore. Burimet e ripëtritshme te i kaluan 30% të prodhimit botëror të energjisë elektrike gjatë vitit 2024, nxitur nga prodhimi eolik, por veçanërisht nga energjia diellore. Sa optimiste është e ardhmja? Për llogaritjet deri në vitin 2030 parashikohet të jenë në Kosovë 38%, në Serbi 46% dhe në Maqedoninë e Veriut 58%. Shtetet industrializuara nuk mund të mbështeten vetëm në energji të ripërtritshme. Gabim. Vendet e pasura në Europë vërtetojnë të kundërtën. Në vitin 2024, 46.9% e sasisë neto të energjisë elektrike në Europë u prodhua nga burimet e energjisë së ripërtritshme. Një shembull i mirë është Danimarka, e cila renditet mes vendeve kryesore në botë duke prodhuar 90% të energjisë përmes burimeve të ripërtritshme. Në Gjermani është rënë dakord që prodhimi i energjisë nga çmyri të marrë fund në vitin 2038 dhe koalicioni i ri qeverisës mes konservatorëve dhe socialdemokratëve ka konfirmuar objektivin e ri për neutralitetin e klimës në vitin 2045. Po ju, si mund ta mbështesni prodhimin e energjisë së ripërtritshme? Përkrahni themelimin e komuniteteve energjetike në bashkitë ku jetoni, bindni qeveritë tuaja që të kenë përparësi politike për prodhimin e energjisë eolike dhe diellore para gazit, çmyrit dhe lignitit. Gazi krijon hapësira për të qenë i varur nga të tjerët. Objektivat për klimën janë parakusht që vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Bëjeni përgjegjëse qeveritë tuaja që të zbatojnë rregullat e parashikuara me deklaratën e Sofjes dhe komunitetit energjetik.